Përse u mor ky vendim pikërisht tani? Kishte ndonjë të dhënë Banka e Shqipërisë që i tregonte se duheshin shtrënguar dhënia e kredive për blerjen e banesave? Banka e Shqipërisë synon të mbrojë interesat e depozituesve të parave në banka dhe kapitalet e aksionerëve të tyre. Kështu që kjo është një masë në drejtimin e duhur nga pikpamja e masave të ngjashme që merr një bankë qendrore, edhe njëkohësisht që synon që të mbrojë pra vetë bankat tregtare. Si do të ndikojë ky vendim tek çiftet e reja, të cilët po tentojnë të krijojnë një familje dhe hapi i parë që ata bëjnë është blerja e një banese? Me ndonjë përjashtim të rrallë, përgjithsisht bankat tregtare edhe deri në ditën e sotme nuk kanë financuar plotësisht vlerën e një pasurie të patundshme, flas për qëllime banimi apo biznesi. Kuptohet që ka ndikimin, gjë që do të thotë që për të kërkuar pjesën e munguar, shumën e munguar të parave, do thotë atë përqindje që banka nuk ta mbulon kundrejt një vlere të caktuar, do t'i drejtohen të afërmve dhe studimet tregojnë që shumica e qytetarëve shqiptarë për nevoja financiare nuk i drejtohen bankës, por drejtohen familjarëve të afërmve të tyre, ose të drejtohet tregut informal që ka tarifë, ka domethënë norma interesi më të larta, edhe që në një farë mënyre e bën që kjo masë të jap efektin e saj në shtrejtimin e paras për konsumatorin, për blerësin e pasurive të patundshme në këtë rast. Mendoni që pikërisht ky vendim i marrë nga Banka e Shqipërisë në fakt do të ketë një efekt negativ tek pastrimi i parave, në sensin që rreziku i pastrimit të parave ulet në momentin kur bankat financojnë më pak dhe më shumë kufizime, duke nxitur kështu edhe deklarimin e të ardhurave? Potencialisht edhe kjo mund të ndodhë, por mbetet për të parë se si do të funksionojë, sepse pastrimi i parave është një histori më vete që lidhet me politikat publike. Amnistia fiskale është shpallur e pas mbështetur në ligj, por e zbatuar, kullat që lartësohen në Tiranë, një pjesë prej tyre vinë nga këto burime, por rreziku ekziston, qoftë për sa takon si tu shkrimit hapësirës për penetrimin e këtyre parave, dhe s'është vetëm fjala vetëm për paratë që vinë nga trafiqet, por është fjala edhe për paratë që vinë nga korrupsioni, nga aktivitetet e palishme brenda vendit të tjerë. Por qëllimi i Bankës së Shqipërisë nuk është, të jemi realist, edhe pse artikulohet që morën dy palët, pesha rëndesës sa i takon përfitimeve shkon në favor të bankave, kështu që prej fillimit është një masë favorizuese për sistemin bankar, por që ndërmerret në rrethana ende të paspecifikuara, të paanalizuara plotësisht. Nisur nga fakti që ju jeni dhe ekspert i fushës, sa vite mendoni që i duhet një çifti shqiptar që të grumbullojë 30% e vlerës së një apartamenti, para të cilat ai duhet i ketë gjendje përpara se t'i drejtohet një banke për financim, duke marrë parasysh këtu edhe pagën mesatare të një qytetari shqiptar? Në qoftë se në periudhën e kaluar, para 10 vitesh, një çifti për sa martuar do t'i duheshin le të themi 30 vjet për të blej një 70 metra shtëpi në zonë tjetueshme në Tiranë, nuk flas për pjesën qendrore, as nuk flas për pjesën periferike, po diku në mes. Tani është e kuptueshme që ky kurs këmbimi i monedhës tonë kombëtare, ky mbiçmimi i lekut për shkak të pompimit parave informale dhe kriminale në ekonomi, këto paga që janë rritur, por që janë ende shumë larg mundësive, do thotë që kërkon shumë më tepër vite se sa kërkoheshin para 10 vitesh për të njëjtin qëllim. Kjo masë ka kosto për qytetarët dhe kosto plus për paratë që merren borxh, aq më tepër që në një farë mënyrë kjo masë mund të nxjisë dhe nuk përjashtohet si efekt i parë, nxita tregut informal të kredisë, përndryshe ato që njihen publik si paratë me fajte. Duke marrë parasysh të gjitha këto që ju më thatë tani, nëse i vendosim në një peshore, cila nga palët preket më shumë? Blerësi, konsumatori në këtë rast dhe qytetari apo shitësi? Nuk ka diskutim që indikuar drejt për drejt në kjo masë, në këndvështrimin pozitiv është banka, në këndvështrimin negativ është blerësi i pasurive të patundshme. Nuk mendoj se ka ndonjë efekt tek shitësit për faktin e thjeshtë që një pjesë e mirë e tyre kanë synim zbardhjen e parave dhe jo maksimizimin e fitimeve. Dhe për më tepër që kuadri fiskal i vendit i ndihmon këto kategori që t'i parkojnë parat apo t'i vendosin në një kuti më të sigurt se sa kutitë e sigurimit që kanë vetë bankat. Edhe për faktin që me dhënje e lejes shfrytëzimit nuk fillon detyrimi për të paguar tatime taksat, por masi të ketë kaluar prona tek blerësi fundor që presupozohet të jetë qytetari
me të ardhmen mesatare. Do doja të dija një shifër, ndoshta jo eksakte, nuk e di nëse ju e keni, por sa përqind e pronave blihen me kredi në vendin tonë? Rreth 2/3 e pronave, pra më shumë se 60%, janë financuar me kredi bankare. Në të njëjtën kohë, masa e financimit shkon deri në 60% të vlerës, pra edhe pa hyrë në fuqi ky vendim i Këshillit Mikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Dua ta prek pak më shumë këtë pjesë. Nisur nga fakti edhe që zëri ka raportuar gjithashtu se një nga kompanitë e ndërtimit ka filluar të shes apartamente pa u zbardhur ende leja ndërtimit, duke marrë parasysh edhe faktin që shumë agjenci promovojnë, reklamojnë shitjen e apartamenteve që në grop. Çfarë na tregon kjo gjë për situatën në të cilën ne ndodhemi? Ka interpretime të ndryshme, por ajo që mund të thuhet në këtë rast është që në kulturën tonë të marrëdhënieve kontraktuale nuk mbrohet konsumatori, nuk mbrohet vlerësi. Dhe kuadri ligjor është favorizues për oligark, për zhvillues prone, për lobist, për klient qeverisë, pra për këto kategori të cilat kanë fuqi të ndikojnë në kuadrin rregullator, sepse tregtimi në grop, pra në momentin e fillimit të ndërtimit me ose pa leje, është përsëri mbartje e riskut nga shitësi tek blerësi, dhe është fakti njohur që një pjesë jo e vogël e ndërtimeve ndërton me paratë e klientëve. Qytetarët duhet të bëhen nëse janë të përgjegjshëm për fatin e mundit të djersës tyre, të kursimeve të familjes, kontributeve të migracionit e tjerë. Që do thotë që duhet të verifikojnë në çdo hap bazueshmërinë ligjore të dokumentacionit që ato nënshkruajnë, të mos binë viktimë e mashtrimeve. Dikur Kadastra raportonte se ishin më shumë se 200 pallate të pahipotekuara në Tiranë sepse ishin zhduk nga skena. Mendoj që këtu përgjegjësinë e kanë edhe agjencitë shtetërore, të cilat duhet publikojnë qoftë emrat e kompanive që janë licencuara, qoftë licencat që janë dhënë së bashku me karakteristikat përkatëse, vendodhjen e tjera si këto. Edhe njëkohësisht qytetarët duhet kërkojnë që një kontratë sipërmarrje apo premtim ndërtimi ta shoqërojnë me të gjithë dokumentacionin që zotron kompania, dhe këtu fuqizohet dhe roli i noterëve. Në qoftë se qytetari nuk zotron dijet e nevojshme ekonomike dhe juridike, të sigurojnë mbështetje, pa t'i drejtohet një noteri apo një avokati që i beson dhe mos firmos kuturus, si thot populli. Çfarë do të themi ne sot atyre qytetarëve që nxiten të rezervojnë një apartament që nuk ekziston, duke marrë parasysh që ata orientohen nga agjencitë imobiliare? Sa është risku që ky qytetar të humbas paratë e tij, shtuar këtu edhe faktin që shumë herë është raportuar për ndërtues apo pronar kompanish ndërtimi që janë shpallur në kërkim pikërisht për këtë gjë, duke qenë se kanë lënë një projekt në mes, pallati nuk ka përfunduar apo apartamentet janë shitur disa herë. Qytetar normal kur shkon e blen vezët në treg, shef 2-3 fshatarë që shesin te tregu dhe gjen ato që mendon se janë vezët më të mëdha dhe çmimi më i arsyeshëm apo më i ulët. E njëjta gjë duhet të jetë edhe sa i takon ndërtimeve, pra kanë nevojë të eksplorojnë tregun, të sigurojnë informacionin e duhur, të shohin dhe besueshmërinë që gëzon kompania në fjalë, të shohin penalitetet që ka ofruar tatimet apo agjenci tjera apo procese gjyqësore, dhe është përgjegjësia e individit dhe familjes dhe nuk është diçka thjesht që agjencitë shtetërore duhet ta marrin përsipër veçmas. Kështu sikurse dhe vetë qytetarët duhet të konsultohen me ekonomistin dhe juristin përpara se të marrin vendime të kësaj natyre. Këto fjalë që ju thatë, mendoj që do të shërbejnë edhe për ndërgjegjësimin e qytetarëve. Nuk mendoni që ka një rregull që do të balanconte marrëdhëniet duke nisur që nga institucioni ligjzbatues, institucioni që jep lejen e ndërtimit dhe deri tek Banka e Shqipërisë, duke çuar në favorizimin e klientit, qytetarit apo konsumatorit në këtë rast, dhe jo të blerësit, i cili e shohim që në çdo lloj rrethane nuk cënohet. Nuk mendoj se ka masa të tilla dhe aq më pak që ka vullnet politik, vullnet të institucioneve për të ndërmarrë masa të tilla. Ne do të ishim të lumtur si qytetar, si konsumator, si blerës, nëse agjencitë shtetërore do të përmbushin ato detyrime që u ngarkon ligji. Do thotë që nëse bashkësi ngarkohet detyra për të verifikuar a është zbatu projekti, mos vendos vulën mbi lejen e shfrytëzimit, por të verifikojë nëse është respektu projekti edhe nga cilësia e materialeve të ndërtimit, mos ndodhin ndjegje si ato që ndodhen diku para 2 vitesh. Nga pikpamja e sigurisë, shkallët e emergjencës që mungojnë e tjera, dhe të gjitha këto janë përgjegjësia autoriteteve shtetërore
të cilat në shumë raste neglizhojnë, nuk kanë kapacitete ose janë përfshira në korrupsion në certifikimin e ndërtimeve që nuk përmbushin standardet.